Një tjetër ngjarje të rëndë që kishte ndodhur ditë më parë në kantonin Friburg të Zvicrës, ku 6 persona kanë përfunduar të vdekur pas zjarrit në një autobus. Hetimet kanë konfirmuar se autori i dyshuar është një burr 65 vjeçar zviceran, i cili gjithashtu ka vdekur në këtë incident. Sipas policisë, provat e deritanishme kanë treguar se ai ka vepruar i vetëm, ndërsa motivet e këtij akti mbeten akoma krejt të paqarta, derisa si pistë kryesore po vazhdon të hetohet mundësia e vetvrasjes. Autoritetet kanë konfirmuar gjithashtu se i njëjti ishte i njohur për institucionet sociale, derisa edhe më herët kishte bërë kërcënime për vetvrasje. Ai po ashtu edhe në ditën kur ndodhi kjo ngjarje ishte larguar prej një spitali në Bern. Pas përfundimit të procesit të identifikimit dhe të autopsive, trupat e 6 viktimave i janë dorëzuar familjeve javën e kaluar, derisa viktima më e re në këtë rast ishte një djalë 16 vjeçar.